Çfarë ndodhi në tregun imobiliar në Shqipëri në vitin që lan pas? Aktualisht kemi dhëna vetëm për 9 muajt e parë të 2025-s, pasi të dhëna për 3 muajin e fundit akoma nuk janë publikuar. Këto informacione që do të them janë marrë nga Banka e Shqipërisë dhe Instati. Janë dhënë pothuajse 900 lekë ndërtimi në të gjithë territorin e Shqipërisë, të konvertuar në pothuajse 1.6 milion metër katror sipërfaqe ndërtimi, ku patjetër shumica në ze Tirana, sepse edhe ndërtimet janë më të larta në kate dhe në sipërfaqe më të gjëra. Janë shitur pothuajse 2000 apartamente vetëm për 6 muajt e parë të 2025-s, ku patjetër shumica nga Tirana, por gjithashtu pati një vëmendje shumë të madhe edhe pjesa e jugut, nga tuneli Llogaras që u hap dhe u rrit interesi për blerjen e pronave atje, por gjithashtu edhe nga ndërtimet e shumta që janë shtuar. Çmimet në Tiranë janë arritur mesatarisht me 30% krahasuar me 9 muajt e parë të 2024-s. Pronat më të preferuara patjetër ishin apartamentet dhe janë shitur shumë apartamente në fazë ndërtime, pasi edhe siguria në blerje në fazë ndërtimi është rritur ndjeshëm. Ju çfarë mendoni për këtë vit? Si do shkojnë çmimet? A do ndikojë rivlerësimi në rritjen apo në uljen e çmimeve? Pres gjë mendimin tuaj në komente. Ju falenderoj.